Kush e prish gjumin për Allah, apo lirë është këtë dunjan me adhona. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 recate sabah që i falna çtashti, sa kushton ja Rasulullah, sa i pagun Zoti, nëse dim që para mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjalë e Rasulullahit. 2 recate të sabah që na i falem janë më të shtrejta tek Allahu min ad-dunya wa ma fiha. Do i thon dikujt, hajde falë sabahin, 2 recate fali, presh gjumin për Allah. Dhe falë sabahin, po krejt botën çka ka ta japim. Kush asnjëherë prej kur e ka kriju Allahu Ademin e deri sot, kush asnjëherë se ka pas këtë dunjan. E ka pas një kontinent, i ka pas një 10 shtete, ama krejt çka kanë të kush se ka pas kur. Apo ti çdo ditë e kite ka Allahu xhallahu ala për 2 recate sabah që i fal ato. Dhe Allahu pagun shtrajt, Allahu xhallahu pagun shtrajt, nëse ti e thën veten për të hapur. Prandaj miliardat më avon këtij s'e pagun. E çu se pagun ti arab vetë xheneti është shpim për këtë njeri. Nëse çka s'ka, çati japsh pa di hava.